Qytetarët e Skënderajit bashkëvendas të mi, do t'jem çdo herë bashk, kudo që shkoja, kudo që jam, do t'jam me juve. Shumë po pyesin pse nuk pidhes sa me lushtokit me ty. Unë dua t'i njoftoj qytetarët e Skënderajit, e gjithë Kosovës. Skënderajit e din, po gjithë Kosovës se unë kam miq. Nuk ka fshat Skënderajit, si nuk kam nipa, nuk kam miq, nuk kam sebeb. Edhe gjithë këta, general, që e quajnë vetën general, këta kanë hore, kanë pije dhe në strehu në konokun tim, në trullin tim, familjen time. Tjetra, une qytetarët e Skënderajit e dinë që unë jam i sinqert. Une nuk i përfitoj, une nuk i shkeli, po e kam thonë publikisht edhe përsëris. Si që të drëni cakë, vërtet, ku janë 99% vërtetet sinqert, unë i perullëm. Sa i përket, sa kam diçka me lushtat, ju, miqt më të mirë, njerëz më të sinqert, i kam të lushtat. Bili, kohën nga ata trima, nga ata të fort, që shkrihen për mu. Prandaj, kjo është aja forca jam, ku nuk kum lon ven, si se kum hop kandider. Ja nuk kum lon ven, si se kum arru kanë i shpi. Prandaj, sot jam i strehun çdo kon. Jam i strehun çdo fshat, edhe jam i mbrojtur në çdo fshat. Tjetra, i kishtu bu qytetarët e Skënderajit dje, edhe ju mon të vajzë. Kinë se oto diskutu, oto e rishiqu bugjetin e komunës për ndryqime publik. Janë qytetarët e mi, bashkëvendas të mi, vllazërit e mi, shiqën e që 10 vjetë e kum ndryqu. Shotat e bashkisë lokale të Likusit nuk shime ndrit ata të kur hiq. Ky 150.000 euro i ka hongër për një rrugë që ka ndryqu Rezollën edhe Kryshevcin, edhe 80% nuk funksionoj. Mena 6 mujve nuk funksionoj kur gjo. Sinceriteti jam edhe mashtrimi tina, kjo është e që ka pivlerësujnë qytetarët, edhe do të ngritëm lartë çdo breng. Une nuk ka nevoj sa me lushtaki me lyp bugjet, s'ka pas nevoj sa me lushtaki me rrej qytetarët. Jam të rishiqu bugjetin, që 8 vite jam me kërkesa drejt komunës, veç leje nama, edhe njësurin e bleve. Veç leje nama ti mu, une ndryshoj çdo fshat Skënderaj. Edhe jam i gatshëm, edhe hiq mos me pas financa, kredi e 5 borë Skënderajin krejtë se jam. Kjo është aja forca jam, si unë jam i lidhun për Drënicakve. Edhe nuk ka Drënicak si ma më në të keqen mu. Prandaj, nuk po mune shpërthen sa me lushtaki, po munohet me do propaganda, me do zakortina, po munohet me picku ka pak, me do gjykac të flisht, po nuk të përja del. Kjo është forca jonë e cila bashkarisht na ban të fort, por pres nga mesh, nuk ju s'ka para gjykim të onë. A jenë LDK, a jenë PDK, a jenë VV. Nuk kam para gjykime, na jenë vllazën, jenë Drënicak, duhet më bo bashk. Pres nga intelektualt, nga jurist, ekonomist, pres nga profesort, nga mësimdhancët, që të ndihmoni. Ju lësë që t'jena bashk, të mi qitë një vijat, që mos t'i shkeli vijat, cilat mi qitë një jo. Edhe ta ngritëm ekonominë e Kosovës, se unë jam drejt kulmit ekonomik. Jam drejt një kulmit madh ekonomik. Prandaj, me mujt as buk nuk hoja Skënderaj. Kjo është ai nacionalizmi im pozitiv, se ka nacionalist, raciste, ka tele, po unë kam këtë nacionalismin që du venin tem. Edhe besa, mos të frymën do kompanit më dhoja, se me këshyna për bonka kanë qenë të autorizun konta tem, ku ju kom thonë, merë një pore, sa të dëni, po mos mi qitë një ashtë Skënderaj, ndërtam në Skënderaj. Une nuk jam këtu, unë jam Zvicër, ndërtam në Skënderaj, pa kurfar interesi. Gjithkun ka qenë angazhimin pa interes pozitiv, dhe me ka bot furt. Prandaj, sët qytetarët, nga gjithë diaspora, nga Amerika, nga Londra, nga Gjermania, nga Zvicra, urgentisht po kërkojnë
që unë ta hapi gjithë llogarin në emër të iniciativës qytetare për Skënderaj dhe të bëhen financat, bëhet financimi që të kem zyren e gjitha bashkitë lokale dhe kem punonjës profesionist që qytetarët e Skënderajit të informohen drejt, të informohen mirë dhe të vritet frika. Unë nga drenicakt e mi kërkoj që pika parë është ta vrasëm frikën. Nëse vrasëm frikën, na do t'im poshtëm 3 polic. 3 familje të dëshimta në Skënderaj, cilat e degenerojnë stacionin policor, do t'i ndjekum gjitha këta. Besoni bre, besoni 20 rruga i merë komun, vetë familja sa Milështoki, Reja, Qikat, Dhanurt, sa thash, 20 rruga jepen nga buxheti i komunës Skënderajit vetëm për pjellën e Samil Shtokit. Imagjinone. Pra tanshi i ko këta punëtor të vet që ja mbojnë bizneset, morrin rrugën nga komuna e Skënderajit, edhe ja morrin biznesin, se këtu shumica bizneseve janë nëmën tyne, po i takojnë Mergim Shtokit, Samil Shtokit, Qika tina, djemve tina, dhe me tho, gjithë shka kontrollohet. Ja 2 familjarë, gjak të mitë, mi ka bo zagar, bashkë gjak të mita, i ka bo langareca, ju jep ka pak, edhe ka nom ata, edhe shkojnë mas tina, po njerit, unë e kum dëgju si njeri për baj ka 2 herë femi, për plakët edhe kër është i ri, me sap kjo musha, edhe autoritetet e Kosovës nuk janë të bëkurgjë se ne që imi konë në luft dhe kemi përjetu luftën, po shë pasojat mdhaja, sepse lufta i kishë 2 sene, ose havo, ose përtuke. E një pjesë ka ra shumë përtuke, një shumë djemë të forci, tyt me tyt, e din edhe bashkia lokale një kaft, e din edhe Drenicak, tyt me tyt ka qenë me shko, e ka vrash kaf, ka vrash ki, po sët ka ra përtuke. I vetëmi unë jam nga shokët e mi që nuk kum ndryshu. Atëherim ko qështu, tash jam qështu edhe do të ngelem qështu. Që zërim ndëgjuhet pa kurfar interesi të bashkëvendas të mi, edhe ju garantaj se ne do ta marrim komunën e Skënderajit, nëse do zoti qytetarët e Skënderajit vëdësohen dhe me këtë ndim që e shë nga Drenicakt, cilët kanë bizneset mëdhaja në Lozon, kanë bizneset mëdhaja në Lundër, në gjithanej, në Gjermani, ata dojnë me financo. Une nuk kom pas dëshirë të futna të kërkoj ndim financa, por jam i detyrun që në Skënderajin tonë të investojnë dhe të morën profesionist nga bankat, të morën profesionist. Unë janë ja 2, një është i LDK-s, edhe një është i PDK-s, nëse tash janë penzion ata, janë koka shumë tafta, profesor janë, që ata 2 kanë obligim me orë me mu, se më konsiderojnë qikur djallë tyne, më respektojnë shumë, i respektoj shumë, edhe sa herë që folin ata 2 profesor, ata janë kokë. Ata gjithmonë qesin dukat për goje. Edhe këshillat e tyne, njerin nga ta po më thot i ditë kull, unë nuk e kam frikë, tha si këta guxojnë me dalë për bolë, se e din qka dhejës ti. Po këta e përdorin gjithmonë tretin, polin e tret tha e përdorin. E sigurova profesorin mos ki gajle se unë nuk kam pun me polin e tret. As familja jam, vlezrit e mi, se bepia mi, nuk kanë pun me polin e tret. Thash unë jam luft politike veç me polin e por edhe veç me një person. Thash edhe ajo Samil Shtoki. Pa morë parasysh, thash polja tret, thash është e amnistune. Si do qëft, thash polja tret është e amnistune. E tha mirë. Ti thash më duesh mu në zyre të tërë. Ti më duesh më mdho kshila. Ti më duesh më amojt zyre. Po hezitan, po menoj se do ta kem në zyre shumë njeri aftë, shumë njeri but. Edhe, unë do të kopna nga ekonomia, do të kopna nga gjera tjera, mos të mirëna me këta shejtona mo. Se shejtonin sarë të përmensh ato veç e përtrin.
me qërrit. E kështu që venin javë kum kallëzu, ju kum kallëzu se kush janë këta, neve na do të më bo bashkë, dhe fëmijët tonë, familjet tona të janë të lira. Mos të ketë frikë mësimdhonësi, mos të ketë frikë polici, mos të ketë frikë gjykatësi, mos të ketë frikë prokurori, mos të ketë frikë administrata publike nga i vetmi person, nga një person. E ajo është Sami Lushtaki, Ukshin Lushtaki, Merkim Lushtaki, nuk ka tjerë këto. Tim poshtëm, se këta janë të poshtur, 1200 hektar tokë i ka Sami Lushtaki. Nuk më një mojnë. Nuk ka me mujtë mi mojnë. Se hashav ka me hi kacin, ka me hi arkives kriminele, cilën e ka kriminalizu kë. Herën e por, mi kini dhonë 7% dhe jam mrena. Tash, presim ta morë me një 70%. Edhe, do t'investuim, që në rastet sociale, për shamun, banesat, i jepen banesat familjarve tina, argatve tina, kur dëna këia, gjykata, prokuroria, le djenu në qenë në qëllin katë banesat e socialit, janë dy qifta. Bure gru, 2 të punojnë, edhe 100.000 euro i kanë konto. Parat thota, parat gachme. Një ganconier tjetër jetojnë 13 vetë. Ata 13 vetë kanë nevoj. Ata janë familje që vujnë nga ekonomia, vujnë nga shëndeti, mendor, disa, ata do të rehabilitojmë. Jo mashtrues të Sami Lushtaki. Kena na çdo lloj mundësie për t'i ndihmuar të një cakton për dal nga ky terr, nga ky tunel, i cili po shkatron rinin dhe po ikin rinia. Shkaktor është Sami Lushtaki. Kjo është aja çka unë po du mi prun binore dhe kam i prun me emër të Zotit. Se kam hakikate për izet Zotit edhe për venin tem, për kumbin tem, për bashkëvendasit e mi, pa kur far interesi. Fol Zotit, shteti, policia, gjykata, prokuroria, këia, e din se kush ose kënë Halili. Edhe, po një angazhim madh shteti, po një tham, shtetit nuk ki nevoj. Nuk ki nevoj me shpenzu ka shumë, se ende nuk e kam prun atë që dëshiraj në bugjetin e shtetit, që ta meritoj gjithë këtë angazhim që jeni të e bon nga ajri, nga tuka, që mos t'ja arritin kriminelt, ta mpushtin së kënë Halilin, apo ta blenë së kënë Halilin.